puthje dhe përqafime, demokratët dhe socialistët në Vlorë bëjnë bashkë për Kurban Bayram. Por demokratët janë shfaqur më korrekt se socialistët në pritjen e shtruar nga komuniteti musliman i Vlorës me rastin e Kurban Bayramit. Përveç se ishin më të shumt në numër, ata mbritën në orarin e caktuar në vendin ku Myftinia e Vlorës kishte njoftuar organizimin e pritjes. Ora 10 i ka gjetur demokratët brenda sallës ku kanë uruar komunitetin musliman, ndërsa socialistët kanë pritur jashtë tek dera, derisa demokratët kanë përfunduar adetin. Pasi dolën nga salla, demokratët dhe socialistët u takuan, përqafuan dhe u puthën në këtë ditë të shënuar që bëri edhe bashkimin e politikës. Një moment ky rëndësishëm dhe shumë domethënës, një mesazh pozitiv edhe për qytetarët, se nëse politika bëhet bashkë dhe punon për Vlorën dhe Shqipërinë, gjërat ecin në drejtimin e duhur. Pasi pritjen e kanë lënë demokratët, hynë brenda sallës socialistët. Ata përcollën urimet e tyre për sa më shumë paqe, dashuri dhe solidaritet. Veç urimeve për festën, deputeti Vullnet Sinaj e ka çuar bisedën në Bruksel, ku ka folur për vizitën sipas tij të suksesshme të kryeministrit Edi Rama, kur tha se hapet zyrtarisht rruga për hyrjen e Shqipërisë në fazën e përmbylljes së negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Por kjo bisedë nuk i ka pëlqyer myftiut Ardito Xhallaku, që ka kërkuar të ndrohet tema për të mos e lidhur këtë ditë me politikën, edhe pse ka uruar për një hyrje sa më të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Puthjet dhe përqafimet me demokratët, deputeti Vullnet Sinaj i komentoi në këtë mënyrë. Po patjetër, sepse është edhe dita sot që duhet takoheshim dhe ndanim miqësi dhe dashuri me njëri tjetrin, pavarësisht se kemi ndasi politike. Ndërsa demokrati Atirt Hoxha e dha kështu mesazhin e bashkimit të politikës, duke ju referuar edhe puthjeve dhe përqafimeve me socialistët. Gjithë edhe ne, si pjesë e shoqërisë dhe komunitetit edhe e politikbërjes, duhet që të sakrifikojmë për të mirën dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve tanë. Kryetarit të ballit kombëtar në Vlorë, aleatit historik të demokratëve, Ridvan Mersini, i rastisi të ishte në një sallë me socialistët në pritjen e shtruar nga Myftinia e Vlorës. Mersini mendon se fryma vllazërore është ajo që duhet të na shoqërojë ne shqiptarët. Rastësia u bëri bashkë me socialistët. Dhe ajo duhet ta them, unë për disa problemet mia familjare nuk mund ta vija dot. Jo se kam problem dhe detyrim të vi në Myftini me subjekte të tjera, po ju shumë bukur e dini që balli kombëtar është pozicionuar. Është në koalicion me partitë opozitare. Po unë sot duhet të vija këtu me një përfaqësi nga balli, por për problemet e mia familjare që Myftiu ja bëra prezent, erdha vetëm në këto momente të vonesës. Dhe ata që ishin aty bëna shqiptar janë. Nuk duhet paragjykojmë as edhe një herë. Balli kombëtar ka frymën e bashkimit dhe vëllazërimit kombëtar. Ata që kanë atë mendje për të përçarë dhe për të bërë ofiqe politike, le t'i mbajmë për vete. Ta thash Ermal, frymën time ti e ke parë, dhe është programi balli kombëtar dhe partia jonë në Shqipëria. Takimet e përzemërta, bashkimi, puthjet dhe përqafimet me socialistëve dhe demokratëve nuk i shpëtuan as syrit të mprek të myftiut të Vlorës, Ardito Xhallaku, i cili u pyet nga televizioni 6+1 Vlora. Po bashkohet politika? Politika shqyqyr që bashkohet në ditë festa shtetare, sepse në ditët e tyre nuk e kemi parë ndonjëherë bashkë. Shpresoj që një ditë edhe ata të bashkohen tek e mira. Takimi plot dashuri me socialistëve dhe demokratëve u bëri përshtypje dhe trupës mediatike të Vlorës, që duhet thënë se ishte në një numër të shtuar këtë të mërkur, në pritjen e shtruar nga komuniteti musliman me rastin e Kurban Bayramit.